Komisioni Evropian parashikon që udhëtarët nga Bashkimi Evropian duhet të përfitojnë gjithashtu nga tarifa më të favorshme të roamingut celular në Ballkanin Perëndimor. Për këtë qëllim, Komisioni propozon fillimin e negociatave me Shqipërinë, Bosnjën dhe Hercegovinën, Kosovën, Malin e Zi, Maqedoninë e Veriut dhe Serbinë, siç është njoftuar nga autoriteti në Seli në Bruksel. Plani tani kërkon miratimin e shteteve anëtare të Bashkimit Evropian. Marrëveshjet vullnetare midis operatorëve të rrjeteve celulare tashmë lejojnë tarifa sërish të ulura në Ballkanin Perëndimor. Nëse negociatat e planifikuara çojnë në një marrëveshje, udhëtarët mund të përdorin për shembull telefonat e tyre inteligjent, siç do të bënin në vendin e tyre. Ata më pas do të paguanin të njëjtën shumë për shërbimin jashtë vendit, siç paguajnë po ashtu në vendin e tyre. Që nga mesi i vitit 2017, njerëzit që jetojnë në Bashkimin Evropian nuk kanë patur nevojë të paguajnë tarifa shtesë roaming për telefonat celular kur udhëtojnë në vende të ndryshme dhe të tjera të Bashkimit Evropian. Bashkimi Evropian parimisht ka predispozitën të pranojë të 6 vendet në Bashkimin Evropian. Megjithatë, nga të gjitha këto shtete ende pritet që të provohen konkretisht zbatimin e reformave. Sipas analizës së fundit nga Komisioni Evropian, Malizia është më përpara në procesin e pranimit në Bashkimin Evropian. Negociatat me Podgoricën mund të përfundojnë deri në fund të vitit.